diku rreth 80 jemi veç familja jone që janë në Zvicër. Shtëpit tepër të bukura, po janë të boshatisura. Aktualisht, mbi 50% e popullatës nuk jeton në fshat. Kryesisht jetojnë në Zvicër. E përmenda qysh në fillim se po shoh shumë shtëpi të bukura. Këto është njëra prej lagjeve me shtëpi ndoshta me qytet më të bukura që i pam në fshat. Çka ka ndodhur? Pse këto shtëpi të zbrazura? Jo vetëm kjo lagje këtu ku jemi, janë 2 lagje të tjera në hyrjet e fshatit nga komuna Mamushës, gjithashtu ka shtëpi tepër të bukura, po janë të boshatisura. Aktualisht mbi 50% e popullatës nuk jeton në fshat. Kryesisht jetojnë në Zvicër. Edhe viteve të fundit ka pas dalje, do me thonë që ka nikë një pjesë bukur e madhe të rive, mirë po në lokalitetin tonë migrimi ka ndodhur prej viteve 70-a, 80-a, kryesisht viteve 90-a. Edhe pjesa dërmuese e fshatit jeton në Zvicër. Jeton dhe vepron në Zvicër. Mirë po, fatmirësisht nuk i kanë dalë investimet. Ka shumë që kanë investuar në shtëpi të bukura, gjithashtu edhe kanë investuar edhe në pasuri tjera. Do më thonë prapë se kanë harru vendlindjen, a? Është interesant fakti se në shumicën e fshatrave që kemi vizitu ka qenë ky largimi, do më thonë që ka ndodhur mas luftës. Tek ju shumë herët. Çka i ka shtyr mu largu në ato vite? Po vite 70-a, kryesisht vite 80-a, pak i ka shtyr represioni, koha atëherë me okupimi, pastaj edhe bujësia në atë kohë, se fshati jonë njihet, sepse ka një tokë shumë pjellore. Në atë kohë janë marrë, thuaj se 80% me bujësi. Mirë po, kur filloi bujësia të stagnoj, shitjet nuk ka pas shitje sa duhet, janë detyruar ta marrin rrugën e Gërbetit. Sa banor ka ky fshat? Medveci realisht ka rreth 2000 banor, diku 270 shtëpi, mirë po mbi 50% e fshatit jetojnë jashtë. Qështë bën me undi ty ky fakt, do më thonë që 50% e banorëve janë jashtë? Normalisht që nuk bën mundi mirë, për shkak që unë vetëm familja ime jam mbi 25 që jetojnë në Zvicër. Familja e ngushtë? Vetëm familja e ngushtë, pa i llogaritur edhe migjallartë, diku rreth 80 jemi veç familja jone që janë në Zvicër. Pjesa dërmuese që thash, kanë dalë jashtë, mirë po tash në sezonën e verës vinë, na vizitojnë, domethënë vizitojnë të afërmit e vetë, thena për familjet e veta 10 ditë, 15 ditë të javë, në varësi se çysh i kanë pushimet, mirë edhe dimnit gjithashtu, mirë po 2 herë, 3 herë në vit vinë, përndryshe jetojnë. Kur të vinë ju kthehet gjallëria këtë në fshat? Po normalisht se kthehet gjallëria në fshat, sepse a keni organizime diçka që e mirëprit në kështu bashkëfshatarët? Nuk kemi pas realisht ndonjë organizim. Kemi fillu viteve të fundit, bashkëpunim me mërgjimtarët, jemi në themelime sipër një OJC-e të përbashkët, do me thonë një pjesë e të rinjeve të këtij lokalitetit dhe pjesa tjetër e Kërbegjinëve dhe po mundomi me pununa drejtim. Për çka do të jetë ai shoqat? Për mirëmbajtje të fshatit? Përgjithësi për nevojat e fshatit, përgjithësi në këtë kuptim.